Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani djath, por nuk e dini se çfarë i shkakton zemrës dhe diabetit. Konsumi i tepërt i djathit në përditshmëri nuk është një dietë e shëndetshme për të djegur, e posaçërisht kur dëshironi të ulni sasinë e yndyrnave të cilat i keni konsumuar. Por produktet e bulmetit përmbajnë edhe vitamina dhe minerale esenciale. Prandaj, ekspertët shëndetësor po rekomandojnë një sasi më të ulët të djathit në dietën tuaj, të cilat do t'japin rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Por produktet e bulmetit përmbajnë vitamina dhe minerale esenciale, ndaj dhe ekspertët rekomandojnë një sasi më të mirë të tyre. Gjithashtu, ajo mund të ofrojë shumë përfitime në mburojtjen e trupit. Djathi shpesh nuk rekomandohet për shkak të sasive të larta të kalorive, yndyrnave dhe të kripës, por faktikisht ai është i mbushur edhe me sasi të konsiderueshme të vlerave ushqyese. Sipas ekspertëve të Healthline, nëse konsumohet në sasi të moderuar, djathi ofron 10 përfitime të rëndësishme në mburojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni që të përfitoni nga të mirat e këtij djathi, duhet ta përfshini brenda normës në dietën tuaj. Sipas The Health Site, në këtë video do të rendisim disa nga të mirat që ofron djathi nëse konsumohet në sasinë e duhur në trupin tuaj. Djathi është një mburojë shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të dhëmbëve. Djathi ka nivele të larta të kalciumit, i cili është një element shumë i mirë për dhëmbët dhe për kockat e shëndetshme. Sipas Bill Schaefer, kirurg dental, konsumi i djathit ndihmon në forcimin e dhëmbëve, por edhe kontribon që të keni nofulla më të forta dhe më të shëndetshme. Prandaj, konsumi i tij në dietën tuaj do t'japë rezultate të shkëlqyera në këtë aspekt. Sigurisht që djathi është një element shumë i mirë ushqyes për mburojtjen e trupit, dhe ekspertët këshillojnë në fal elementeve esencial të tij të pasur. Ai përmban vitamina esenciale. Llojet e yndyrnave të djathit përmbajnë vitamina të shumta, përfshirë këtu: vitaminën A, B2, B6, vitaminën B12, madje edhe vitaminën D dhe K. Vitamina A ndihmon në funksionet e sistemit imun, vitamina B2 ndihmon në mirëmbajtjen e shëndetit të lëkurës, syve dhe sistemit nervor, dhe vitamina B6 ndihmon në formimin e hemoglobinës. Vitamina B12 përfshihet edhe në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Vitamina D e rregullon kalciumin në trup dhe vitamina K nevojitet për bllloqet e gjakut, duke ndihmuar plagët të shërohen më shpejt. Djathi është një burim shumë i mirë i proteinës. Në fund, djathi është një burim esencial i proteinës, që është përgjegjës për ndërtimin e indeve, qelizave, muskujve, por edhe në rregullimin e hormoneve dhe të antitrupave. Përfshirja e djathit në dietën tuaj duhet të jetë një mburojë shumë e mirë e trupit për të rritur vlera dhe për të parandaluar komplikacione të ndryshme. Djathi është i pasur me yndyra dhe kjo mund ta bëjë atë një nga ushqimet më të shëndetshme për ju. Ka shumë variacione të djathit, të cilat për shumë kohë janë cilësuar jo shumë të dobishme për trupin dhe për shëndetin tuaj. Megjithatë, si një nën-produkt i qumshtit, edhe djathi është një probiotik i shkëlqyer, i pasur me minerale, vitamina dhe studimet e fundit kanë treguar se konsumi i djathit brenda normës së lejuar mund t'japë rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Studiuesit e Universitetit të Albertas në Kanada, të cilës u referohemi sipas Healthline, tregojnë se ky ushqim do të ndikojë pozitivisht edhe në rregullimin e niveleve të sheqerit në trup. Ekspertët tregojnë se ngrënia e një sasie të djathit brenda normës mund të përmirësojë shëndetin kardiovaskular edhe të përmirësojë luhatjet e sheqerit në trup, citojnë ata. Gjatë studimit u vure se enzimat e djathit patën një përmirësim më të mirë dhe ndihmuan edhe në gjendjen e fosfolipideve, element këto mjaft të rëndësishëm për të mbajtur trupin më të shëndetshëm dhe për të balancuar këtu edhe komplikacionet që i kanosin atij. Gjatë studimeve u vure se enzimat dhe produktet e bulmetit ndihmojnë në prodhimin e fosfolipideve. Një studim tjetër, të cilit i referohemi sipas The Health Site, që përfshiu më shumë se 200.000 persona, tregoi se
Konsumi i djathit çdo ditë do të ndihmojë në shëndet. Personat që konsumojnë në një sasi prej rreth 40 gram djathë në ditë do të kenë shumë përfitime në trupin e tyre, por nëse vuani nga komplikacione të ndryshme shëndetësore dhe merrni medikamente të caktuara, atëherë, në kombinim me dietën tuaj edhe në mbikëqyrjen e një eksperti, do të merrni një përmirësim më të mirë të dietës në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Djathi është ndër produktet e vetme ushqyese me aftësi të mira tretëse. Madje studime të ndryshme tregojnë se organizmi i njeriut e përdor më lehtë të proteinën e djathit se sa atë të qumshtit. Në djath keni të përqendruar gjithashtu sasi më të mëdha të vitaminës A, D dhe E, vitamina të grupit B, vitamina C, të cilat nuk gjenden te djathi do të humben edhe gjatë përgatitjes së tij. Shumica e djathit konsiderohet se është i bërë nga qumshti pasterizuar i lopës, deles ose dhive. Djathi në përgjithësi është një element shumë i mirë ushqyes në mburojjen e trupit, në parandalimin e komplikacioneve dhe në rritjen e një sër përfitimesh të shëndetit të përgjithshëm. Djathi është një nga ushqimet më të vlefshme për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e këtyre shqetësimeve. Përveç se është gjithashtu një produkt i mirë i bulmetit, djathi mund të ndikojë në nxitjen e përfitimeve të trupit dhe mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve. Nëse doni të përfitoni nga ky produkt i bulmetit, duhet ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja të përgjithshme. Djathi i shërbyer rreth 40 gram çdo ditë, do të japë rezultate të mira në mbrojtjen e trupit, parandalimin e komplikacioneve dhe rritjen e një rezistence më të mirë ushqyese në mbrojtjen e shëndetit. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e djathit në dietën tuaj, duke ditur edhe rëndësinë ushqyese që ai ka. Djathi mund të konsumohet në 10 mënyra. Një fet djath e shndron edhe sallatën ose vaktin tuaj më të mërzitshëm në një nga produktet më të dobishme dhe në një gatimet më të mira për shëndetin tuaj. Djathi edhe në të kaluarën ka qenë një nga produktet e bulmetit më të rekomanduara nga mjekët, por sasia si e konsumoni atë do të ndikojë drejt për së drejti edhe në organizmin tuaj. Por a kishin menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të ngrënë në djath dhe cila është periudha më e mirë për të marrë vlerat e tij? Duke qenë se është një produkt që konsumohet gjerë, nuk është menduar gjatë se në cilin vakt djathi ka potencialin e tij më të madh. Sipas të dhënave të health.com, në mëngjesi është vakti më i përshtatshëm kur trupi ynë përfiton më shumë nga vlerat e djathit të bardhë. Në këtë video do të listojmë arsyet kryesore pse djathi duhet të konsumohet në mëngjes. Ai është shumë i thjeshtë për t'u tretur nëse konsumohet në këtë periudhë të ditës. Sipas të dhënave të Healthline, djathi i bardhë është produkti i bulmetit që organizmi ynë do ta tresë më lehtë. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut do ta shpërbëjnë më shpejt dhe në të njëjtën kohë do të lehtësojnë edhe përthithjen më të mirë të mineraleve të tij. Një vlerë tjetër është se duke qenë se ka veti antiinflamatore, ai ndihmon shumë në tretjen më të mirë dhe redukton problemet e intolerancës. Ka përqindje më të ulët të yndyrës. Djathi ka vetëm 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke çuar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimit të ushqimeve mirëbërëse. Ky djath, nëse konsumohet në mëngjes nga personat që kanë probleme me kolesterolin dhe yndyrën gjatë ditës, mund të ketë më shumë përfitime në mburojjen e trupit dhe parandalimin e këtyre shqetësimeve. Djathi është një aleat shumë i mirë dhe një burim i mirë i proteinës. Përveç sasive të konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban gjithashtu edhe proteina cilësore. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë konsumin e djathit në dietën tuaj. Duke konsumuar të paktën 40 gram djath në ditë, do ta keni më të lehtë të merrni këto përfitime dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Djathi është një element pozitiv i trupit tuaj që pasuron atë me vitamina esenciale mjaft të rëndësishme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.